se s'dina për to heq. E nëmën e kam gjalla laja mërzitet palë. Thot veç me a ditë vërën, veç ku e kohë. 104 persona të zhdukur janë në Mitrovicë, ndërkaq në nivel vendi ky numër shkon në 1566. Të mërkurën, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka vizituar shoqatën e të pagjeturve në Mitrovicë, dhe është zotuar që kërkesat që morin nga familjarët t'i adresoj tek organet përgjegjëse. Ndërkaq, familjarët që ishin të pranishme gjatë ditës së sotme, një zëri kërkuan drejtësi për më të dashurit e tyre. Ato theksuan se çdo ditë jetojnë me shpresën se kur do ja gjejnë eshtrat atyre. Me zërin që i dridhe i dhe sytë mbushur me lot, Nazmia Sinani rrëfen plagën që nuk i është mbyllur që nga viti 1999. Vëllai i saj, Ilmio, atar 33 vjeçar, thotë se u marr nga forcat serbe dhe së asaj dite nuk e kanë as më të voglin informacion për të. E kam vllaun e zhdukun, Ilmet Cemilin, 99-ën është i zhdukun, i ka pas 33 vjetë. Na kanë hinë malë forcat serbe, na kanë marrë vllaun edhe 3 fëmijë. Fëmijën i kena gjetë në vllai e vllaun ju. Vllaun për ja di që mo kërs. S'dina sen për ta, kisha bo apel me morë mosa e me ditë vili ku e ka vërën. Në cilin fshat Mitrovica? Me Lenicë, pishale. U konë zënë se mirë, u konë me dhejtë që e ka po shkullën e kryme. U konë i mirë shumë. Shumë i mirë u konë. Aja Po të gjeti ishte? Ju. Se s'dina për to heq. E nëmën e kam gjalla laja mërzitet palë. Thot veç me a ditë vërën, veç ku e kohë. Kut nina që jenë gjetë shpresojnë edhe na. Unë isha në vizit bashkë me deputetën Arieta Pejsa për që i takuar nanat e të pagjeturve dhe familjar të pagjeturve. Në komunën e Mitrovicës janë edhe 104 persona të zhdukur me dhunë, pra për cilët nuk dihet dhe nuk ka informacione se ku janë. Unë tregova për kushtimin institucional, punën që institucionet e Republikës së Kosovës e kanë bërë në drejtim të zbardhjes së fatit të zhdukurve me dhunë. Tregova që problemi kryesor në këtë drejtim është Serbia, që vazhdon të mos jep informacione për fatin e tyre, dhe natyrisht që u zotova që kërkesat që familjet, që nanat e personave të zhdukur me dhunë do të adresohen te institucionet përgjegjëse. Kjo është vizita ime e parë në këtë shoqat, por i falenderova edhe për punën e madhe që kanë bërë ndër vite, punën që do duhet ta bënin institucionet me njëherë pas periudhës së luftës. Në fakt e kanë bërë organizatat dhe shoqatat, përfshirë shoqata këtu në Mitrovicë. Tashmë, siç e dini, kemi edhe Institutin për dokumentimin e krimeve të luftës, kemi mundësuar gjykimin në mungesë, sepse me familjarët e viktimave të luftës, me familjarët e personave të zhdukur me dhunë, në vazhdimsi tema kryesore është drejtësia. Ne si familjar kërkojmë drejtësi, kërkojmë nga institucionet e Kosovës të bëjnë presion tek vendorët mbi shtetin serb të del drejtësia në shish. Edhe 104 Mitrovicë, 1566 persona ende të pagjetur mas 27 viteve, kjo është një merr i madh për Kosovën. Nuk po them se s'kanë punuar qeveria e Kosovës, kanë punuar atë çka kanë mujt, po ndërkombëtarët bëj apel që me bë më shumë presion.